Derisa Drejtoria e Infrastrukturës ka në plan t'i hap 6 rrugë të reja në qytetin e Ferizajt, Drejtoria e Pronës po ballafaqohet me mungesën e mjeteve për shpronësim. Drejtori i Pronës i Gjeodezisë dhe Kadastrit Fatmir Azizi tha se janë duke bërë përpjekje që me rishikimin e buxhetit vlera prej 300.000 eurove të rritet, pasi që me këto mjete nuk po munden t'i kryejnë obligimet që kanë ndaj qytetarëve. Normal ku punohet edhe ka punë dhe ka të loshe, ne kemi ofër 5-6 rrugë që do t'i hapim tash. Dhe do të shtrohen në asfalt, do të bëhen rrugë publike, aty janë do sfida, por do t'i kalojmë. A ka mjete komuna në përshkruesime me rrugave private? Realisht është mjete ka, por nuk janë të mjaftueshme, po do të shikojmë, kam bërë kërkesë kryetarit të komunës që me rishikim buxhetit në ndoj edhe disa mjete për shkak të volumit punëve. Tintoj në shtoj buxhetin për shpenzim, po janë afate ligjore që më në 2 vjet na kemi drejt ligjërisht të shpenzojmë rrugën më në 2 vitet për na kanë të obliguar me prit, nëse s'ka. Po besoj që ne do t'i kryjmë gjatë mandatit, do t'i kryjmë gjitha. Pa me të borxhe. Tash ta shohim ditën e vijim. Gjatë një konference me gazetar, drejtori Azizi tha se banesat komunale, për të cilat edhe janë zgjedhur përfituesit, janë uzurpuar për së dyti. Mirë po zotua se shumë shpejt përfituesit e këtyre banesave do të hyjnë në to. Po është një problem vetë se komuna nuk ka mekanizëm që t'i mbrojë ato, na i lirojmë, ata mund futen mana ditësh apo natësh edhe shkojnë aty, kështu që e vetmja mënyrë është përfitues të këtyre banesave që bëhet fjalë për të njëjtin objekt, ata do të shkojnë në mënyrë legale, do të marrin vendimet dhe ne të largojmë ato. Janë ato afatet ligjore që do të përcjellë dhe vendimin e ministrisë do të marrë, besoj që shumë shpejt edhe kjo punë do të realizohet. Sa banesa i ka dispozicion? Dikun sa kam informaton për momentin janë 38 apo 40. Muj kërkoj folje, muj me gabu. Për gjitha procedurat janë kry, janë përfitues e mundshëm që kanë plotësuar kriteret. Ato janë vendimet të komisionit, ne i kryjmë punën tona si drejtori. Në momentin që na jepet via domodrita e shile, na shkojmë edhe i largojmë në organet shtetënore që kemi policinë, edhe i fusim banorët e ri edhe ky problem do zgjidhet shumë shpejt. Në këtë takim me gazetar, drejtori i Pronës njoftoi për punët që janë kryer gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti. Ai me numra përmendi kërkesat për regjistrim të pronave, deklaratat për falje të pronës, destinimet të pronave e kështu me radhë.